Me siguri ke dëgju shumë që thojnë, po shtoj pesh se metabolizmi më ka ngadalësi. Por e vërteta është që metabolizmi nuk bie shumë deri pas moshës 60 vjeçare. Që do më thonë, si një 20 vjeçar, si ai 60 vjeçar, metabolizmin e ka njëjtë, vetëm nëse je aktiv. Trupi nuk ngadalësohet vetë. Në fakt, janë muskujt ato që zvoglohen mas moshës 30 vjeçare. Në fakt, janë muskujt ato që djegin kalori edhe kur pushan. Qëto 4 poza ju ndihmojnë me ndërtu edhe me mirë mbajt muskujt mas moshës 30 vjeçare. Poza karikës, kjo punon këmbët, vithet edhe barkun. Shko poshtë sikur po ulesh në karik, maje peshën tek themrat, edhe për ma vështirë mundesh me shtu rezistencë me pesha ose edhe hajden maje të gishtave. Pompa, kjo punon gjoksin, shpatullat edhe tricepset. Mundesh me bu me gjunjë në tokë, vetëm baje trupin drejt si në plank. I largon gjunjët nga toka nëse don me bu pak ma vështirë, ose mundesh me i pozicionu këmbët më lart për me bu edhe ma vështirë. Delfini në plank. Edhe kjo punon në fakt barkun, krahët edhe këmbët. Reverse Nordic, në fakt to nuk e di as çish mi thonë në shqip, po në gjojnë trupin e mban drejt derisa vithet shkojnë mbrapa me i prek themrat. Punon kjo komplet këmbët edhe core, barkun. Edhe fundet është lunge në squat. Kjo punon këmbët plus e rrit edhe balancin. Maje trupin drejt edhe shto pesha për me bu pak më të vështirë. E për ma shumë video si kjo që të ndërtojnë muskuj, bëj një follow Urbana Femit edhe subscribe në YouTube.